Një aksident të shënuar në rrugën transballkanike paraditën e kësaj të marte. Një automjet i llojit Golf ka goditur një këmbësore e cila po kalonte në vija të bardha. Më pas automjeti Golf është goditur nga një tjetër automjet i llojit Audi. Ndërkohë këmbësorja në tokë ka mbetur e dëmtuar me plak në trup dhe gjymtyr, por fatmirësisht është rrezikut për jetën. Kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve i kanë dhënë ndihmën e parë deri në mbërritjen e efektive të policisë si dhe ambulancës, ndërsa ka marrë ndihmën mjekësore e është transportuar për në spitalin e Vlorës. Gruaja e dëmtuar e moshuar është e moshës rreth 65 vjeçe. Ndërkaq për këtë ngjarje, policia e Vlorës doli në një deklarat ku sqaroi se rreth orës 11 në rrugën Gjergj Kasioti, një shtetas me inicialet RQ duke drejtuar automjetin tip Audi, është përplasur me automjetin tip Golf me drejtues një shtetas me inicialet BS. Si pasojë e përplasjes së këtyre dy automjeteve, kanë marrë dëmtime dy shtetase që po lëviznin si këmbësore në afërsi, e konkretisht një me inicialet MK dhe një tjetër me inicialet DK, të cilat ndodhen aktualisht në spital jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vion punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa orët e fundit në Vlorë janë shënuar po ashtu edhe disa raste të tjera aksidentesh. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë kanë referuar materialet në prokurori, ndërsa ka nisur po ashtu procedimin penal për një shtetas 46 vjeç banues në Vlorë, pasi duke drejtuar automjetin në rrugën Sezani, ka aksidentuar këmbësoren një shtetase ukrainase 19 vjeçe, e cila aktualisht ndodhet në kujdesin e mjekëve në spitalin e rajonal të Vlorës. Po ashtu një 60 vjeçare banuese në Vlorë po procedohet penalisht pasi duke drejtuar automjetin në rrugën Murat Tërbaçi, është përplasur me një tjetër automjet me një drejtuese 46 vjeçe banuese në Tiranë, e cila si pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve në spital.